Unë e veç se i ri pa ta fillu me ba fotografi, pa ta mësu me kufoma që është e vështirë. Se unë e përjetova fillim vitet 90-ta, kur u ktheshin 3 ton nga ushtria Jugoslave të vdekun, ku unë 200.000, 2 bashk gjeneratës time veç erdhën të vdekun. Kështu që unë e veç thjesht u kalita me viktima. Është shumë vështirë, duke më si përmendur ndoshta edhe që ka pas akoma ato vitet 90-ta edhe viktima tjera, edhe para fillimit luftës. Kanë qenë viktimat edhe fëmijët e vegjël, nuk më kujtohet saktësisht viti, veç vitet 90-ta ka qenë një fëmijë Fidan Prestoci që e ka ndërruar policia serbe, ka qenë diku nxënës i klasës 3-4 shkollës fillore këtu në Prishtinë. Do gjithmonë kemi pasur jemi taku me kufoma, me ngjarjet rrënqese, që normal që është për ne shumë e vështirë, se edhe ne jemi njerëz dhe kemi ndjenja, aq më shumë kur është tragjedia në popullin tonë, kështu që ndjem vujtje ndryshe dhe tragjedia ndjem ndryshe krejt. Ne si fotoreporter deshtëm apo s'deshtëm, kemi kaluar në për shumë ngjarje ditore që në mënyrë kronologjike i kem ndoshta as institucionet nuk i kanë gjitha ato ngjarje sa i kem ne. Unë e kom taku kufomat të gjysmë djeguna, pa koka, pa ato, ku janë një tmerr, s'tu na ndaj me ka qenë shpesht. Nga viti 1990 për vitin 1999, unë jam i përcjellur në stacion policisë për profesionin që e kam 20 herë. Kështu që kanë qenë vështirësitë, po ka njerë më duket shumë qesharake, ka njerë kanë ndodhur ato gjana që kanë ndodhur. Nuk e harroj ato që kanë qenë edhe gazetarë të BBC-s, kanë qenë 25 maj vitin 1992, afër bibliotekës të pranë rektoratit, ku është sot kisha ortodokse. Atër kanë qenë disa familje kanë qenë disa baraku, kanë jetu familjet shqiptare. Edhe janë dëbuar me dhunë. Edhe unë kam ardhur me i bë fotografit, po policia serbe mas 2 ore më kapi edhe normal të më ra dhe më qu stacion. Po pas 1 ore ka qenë reagimi i njëjtë ndaj gazetarit BBC-s. Kështu që ka jesh në dëgjana që vinë vetiju edhe nuk mund t'i largohemi ato. Po ka edhe ngjarje tjera që ataku lagjen kodra e trimave, kur kanë marrë persona për armatim, unë kom shku në atë familje, kom qenë katin e dytë, edhe ju më goju në katin e dytë për arsye që policia ka ardhur për herë dytë në atë shtëpi për me bastisje të arme dhe unë kom bë fotografi. Kështu ka qenë shumë rrezik. Po nga njëherë rreziku edhe krejt largohen kur e kini qëllim të mirë. E kam fjalën kur anën profesionale nuk ki dyshim në anën profesionale, po gjithmonë të nisë me një qëllim të mirë. Veç kur filloi lufta, fillun mediat e jashtit me ardhë. Ko mas kohë kemi bashkëpunu me ato media. Unë ta përmeni një rast për shembull, si kom bashkëpunu pa pagesë, s'kena mendu kur për atë punë, se ka qenë situata atil me Reutersin një kohë. I kemi dhënë fotografi pavarësisht me kry punë. Kryesisht kemi shku te Këshilli i Drejtave të Njeriut. Kemi bashkëpunu për arsye se ata i kanë dërgu në për gjithë botën fotografitë e masakrave. Edhe kanë ardhur delegacione këtu, po patmirësisht që kemi pas edhe njerëz tonë që kanë punu për agjensi të jashtit. Edhe kështu që kemi pas shyruna, domethënë që kemi pas pasoja edhe na, do ta përmendi pikërisht Sulejman Kllokoçin, kamermanin, cili unë kom qenë me pa tani më vonë, që mbas xhirimit masakrës, ai është burgos, ka nejt disa ditë në burg. Kështu që kemi pas në ato peripeti, ato probleme, po për me artit e vërteta nuk kemi hezitu. Gjithmonë kemi qenë kur na kanë kërkuar, se ku kemi mendu që të pasqyrohet e vërteta, s'kemi pas problem kur kemi. Vështërësit ka qenë, frika ka qenë ma shumë e masakrës, nuk ka qenë frikë e vdekjes. Se dikur bëhat njeri njëjtë, ashtë edhe emocionet bëhat njëjta. Po gjithmonë kemi pas frikë ka një masakre e keqe. Në që diçka me e ranë se sa vdekja e plumit. Gjithmonë kemi pas atë frikë. Po ka dhënë Zoti edhe sot jem ku jem. Fotografitë e luftës,
që të jenë më të vështira me realizu. Kryesisht është popullata civile, kryesisht është ajo populatë e cila është e pambrojtur. Dhe është shumë vështirë, se shpesher na ka ndodhur edhe pjesë të terrenit ndryshëm që kemi qenë për zonat luftës, që ata kanë menduar që kanë një shpresë kur na kanë pa neve si gazetar. Thjesht kanë fituar një bindje që kanë një mbështetje prej neve që realisht na kemi qenë barabartë sikur ata. Ashtu si kanë qenë shqiptarët ata dhe kemi qenë edhe ne, ashtu si popullatët civile dhe pa mbrojtën kemi qenë edhe ne. Do të thonë, është krejt e njëjta ajo ka qenë. Si fotoreporter, çdo herë ka përvjetore, çdo herë më kërkohen fotografi, të ilustrohen për ato përvjetore, edhe çdo vit më kthehet, gjithmonë më kthehet pjesë e luftës. Do të kisha cek dy ekspozitat cilat kanë qenë më madhështore. Do të thotë, ku janë këtij rangu, që ka qenë dëshmit, ka qenë në Prag në 2001, edhe ka qëndru për mi 15 ditë në Pragën, një do të thotë qendër Pragës, ku kanë qenë për mi 1 milion vizitor. Kështu ka qenë për mu një gjo shumë e madhe, shumë madhështore, ku u dike se në vitin 2001 Çekia nuk na njoh si shtet. Edhe aq më shumë kishin mendime jo të mira për shqiptarët, kështu që vendosat gjithmonë duke falendëruar ish gazetaren Janina Herbickova, e cila ka qenë më vonë ambasadore e Çekisë në Prishtinë, me ato jemi njoft gjatë luftës në Kosovë ka qenë si gazetare, e ka qenë e burgosur nga forcat serbe, edhe realisht ajo më ka ndihmu që të realizoj një ekspozit duke pasqyruar realitetin që ka ndodhur në Kosovë, që të hiqen dyshimet spaku nga popullata çeke. Këto ekspozita që majtë para shpalljes së pavarësisë. Kështu që mendoj që ka qenë një lobim, po ka qenë një pjesërisht. Po ka qenë i dobishëm për shkak arsye që kanë qenë fakte. Ku më vonë edhe e kurrizoj gjitha këto ekspozita, ndoshta me prezencën e grupit të OKB-s, fakt ndës që ka qenë në Prishtinë, që ka qenë grupi diku prej 30 anëtarëve, edhe ne me një kolegë, me Tërkiç Takun, i bëjmë gjitha zonat e Kosovës, i përmbledhën në fotografi, tragjedit, masakrat, edhe gjitha çka ka ndodhur, edhe e dorëzoj te grupi pak vlesë e OKB-s, që ka qenë më thonë një vit para shpalljes së pavarësisë. Edhe ato jam një mirë se spaku, një diçka, profesionin tim që e kom dhënë për popullin tim, edhe ka qenë gratis, shtu do të them, edhe jam një krenar që diçka spaku për punën time gjatë asaj periudhe të vështirë dhe të rrezikshme, që të jetë e ndritur ose të jetë një pasqyrë e mirë. Përpos fotografive të luftës, du t'i tregoj edhe fotografi që në Kosovë dhe gjatë luftës ka pas art, ka pas shfaqje teatrale, ka pas sport, ka pas në aktivitete kulturore, ka pas gjitha aktivitete që edhe sot zhvillohen, kanë qenë edhe në atë kohë. Gjatë luftës i kom sheh filmat negativat në dhe, pse nuk e kemi ditë çka do të bëhet, sot fatmirësisht unë i kam, edhe pse jam pak dëmtuar, realisht tregojnë vërtetën. Ose sugjeroj që shteti të ketë një institucion, një arkiv të fotografisë, qoftë edhe të xhirimeve për ngjarjet që kanë ndodhur. Unë do të mendoj që do të kemi edhe ekspozita tjera, pasi që kjo ka qenë me 20 ekspozit me 20 fotografi, e dedikuar 20 vjetorit të ndërhyrjes forcës së NATO-s në Kosovë, gjithsesi KFOR-i britanik në Prishtinë, edhe thjesht përmbyllet e 20 vjetorit, të aktiviteteve 20 vjetorit, po me hapjen e 12 vjetorë shpalljes së pavarësisë. Kjo ka qenë kjo ekspozit që e falenderoj bibliotekën, cila ka qenë iniciatore edhe më ka ftuar që më ka dhënë mundësinë prezantohen.
Këtë ekspozite kemi nda në 6 cikle ose në 6 periuda ose që ta quajmë në 6 tregime apo storje. Tregimi i parë ka qenë është zhvendosja e popullatës në përfshatra, jo refugjat, po zhvendosja, se ka qenë brenda Kosovës. Tregimi i dytë jemi mundu me dëbimin e popullatës. Kërë kanë dëbu popullatën me miliona njerëz që në dëboj jashtë okupatorës sërbëse e dëboj jashtë Kosovës, që do të quhet kolona, ose më gjithsesht është kolona Gollakut në fshatin Makoc, pikërisht me 19 prill 1999. Storja e tre do të thësha është kthimi në fshatrat e zbrasta. Pas dëbimit të popullatës janë fshatat plotësisht e zbrast, pa gjallësa, pa as shpes, as shtaz, as njerëzës, absolutisht që është shumë e prikshme. Për mu ka qenë shumë e prikshme se pa as një zog se kënë dëgju. Pastaj filloj me storjen kur ndërhyn NATO-ja mri në Prishtinë, me 12, pikrisht me 13 qershorin në Prishtinë, respektivisht është këfori britanes, edhe kanë qenë ndjenjat e përzira ato pak mes gëzimit edhe që ato ndodhë frigës. Me pastaj kem storje në këthimin e popullatës nga jashtë, në aeroportin e Prishtinës, edhe kthehen në të shtëpitë e veta të cilat janë gromada. Po në atë gromada, unë e komendosh që edhe storja e fundit, ose tregimi i fundit, tjetë me pak fotografi, me pak pamje, por që do të thotë është të pagjeturit. Ndërsa popullata kthehet, është e shkatruar me tanë si shtëpia, pasuria, po pasurinë kryesore, njerëz të afërmit e tyre nuk i kanë. Unë dëshiroj që këtë temë të mbyllet sa më shpejt, edhe se është realisht një temë që dhe na okupon gjithë qytetarëve, edhe kjo storje dëshiroj shumë shpejt të përfundoj. Kjo është arsyeja që kam net në këtë storje me pak fotografi. Mesazhe edhe për të rit nuk është e turpshme ta desh historinë s'pakut prindëve tu, familjes tane, po ka dhe asi që kanë lindun bashkë në luftë, se ka pasur në di rastin për shembull, po s'kom bë fotografi, po e di rastin Mramur ka qenë pikërisht në prill, ka qenë lindje, kështu që pak a shumë do të kuptojnë edhe ata edhe lufta si ka qenë, jo të kenë një tragjedi t'tillë. Darë zotë më s'kenë kur, po s'paku ta di ku kanë kalu familjet e tyne, ku kanë kalu edhe datë si fëmi, se kanë qenë edhe fëmijë të vegjël. Unë në fotografi sigurisht keni pamje që kanë qenë edhe fëmijët ndoshta 1 vjeç, edhe sot është 21 vjeç, edhe ai do të më ditë 1 vjeç ku ka qenë, a ka mbujt me mbijetu atëherë, do thotë ketë edhe një falendrim ndaj Zotit që ka pështu edhe ka qenë si fëmijë dhe që sot është këtu. Po sugjerim e kam ose edhe mesazh për gjithë të rit që nuk është e turpshme të kthesh në historinë e popullit tonë. Se çdo histori ndërton një të ardhme më të mirë. Po jo t'i bëhemi agresiv, po të bëjmë një paqë të mirë, po të mendojmë lirshëm edhe të mendojmë shumë thjesht, shumë sinqert.